ADN-ja më e vjetër që është analizuar ndonjëherë dhe që i përket një njeriu që ka jetuar 400.000 vjet më parë në Burgos të Spanjës, por evolucionon njohurit për evolucionin njerëzor. Analiza ADN-s ka vendosur lidhje mes njeriut nga Atapuerca me denizovianët, një specie që kanë qenë e panjohur deri në vitin 2010, kur u identifikua fal një kockë të vogël të gishtit dhe 2 dhëmbëve që i përkisnin një fëmijë në një shpellë pranë Denizovës në Siberi. Më parë ne nuk ishim të dhëna që lidheshin me këto periudha, por fal kësaj metodologjie të re dhe kësaj zone të jashtëzakonshme mund të zbulojmë shenja të një kaluare shumë të largët. Si mund të kenë një paraardhës të përbashkët persona që kanë jetuar me mijëra kilometra larg njëri tjetrit? Njeriu u zonës së Burgos ka shenja të neandertalit, prandaj dhe pritej që ADN-ja e tij të konfirmonte këtë lidhje. Por surpriza është lidhja me denizovianët. Sipas hipotezës së parë, mendohet se kjo specie njerëzore, për të cilën nuk dihet ende asgjë, mund të ketë populluar një pjesë të mirë të Europës dhe të Azisë. Zbulimi na ndihmon të kuptojmë më mirë se si ka etur evolimi i neandertalit, karakteristikat e species tonë, lidhjet me specieve dhe kronologjisë deri në gjysmë milioni vite më parë. Sierra de Atapuerca është një nga depozitat më të rëndësishme të kockave dhe mbetjeve parahistorike të Europës. Me këtë zbulim, njohuritë tona për zhvillimin njerëzor janë të gjitha për të rishikuar.